O zot, ma jep një shej që duhet kandidoj për deputet. Se na kilon të kuqë, Allah, bën e blu njënën, se ne hojmë buk me të dy Allah. Qytetarë të nderuam, këto kandidatët tjerë flasin për popullin e thjeshtë, flasin për shkolla, pensione e për rrugë 2025-ën, po ku? Por, programi jem flet specifikisht për biznesin. Biznesin e vogël edhe të mesëm, se biznesin e madh i kam miq. Dhe jo se du me i ba me këtë program miqt e mi më të pasur, po ta hani kafshat buke kaviar edhe jo, që është kaviari. Sepse e di që kur bizneset e vogla lullzon e tanë shoqënia. Kur një biznes rritet punësimi dhe rriten të ardhurat për çdo familje. Gjithashtu lehtësi për ndërtimin e një jete të re për çiftet normale, straight. Kur njerëzit punojnë, familjet, kombi forcohet. Kur familjet janë të forta, ekonomia është e fortë, kombi bëhet i pathyeshëm. Kjo është ekonomia që besoj unë, e ndërtume nga poshtë lart. Nuk vi me pralla. Unë kam një vizion të qartë, se shoh larg edhe me syze. Dhe një plan për të ndërtuar një vend ku puna dhe sipërmarrja shpërblehen, ku biznesi lokal, prodhimi shqiptar, truni dhe energjia e rinis bëhen krenaria kombëtare. Dhe çka ke shkruar këtu më? Dhe për ta bërë gjithë këtë të mujtun, mos na votoni nesër, na provoni ditë për ditë dhe na votoni ditë për ditë. Votoni Radi Marketing, votoni Gjuli Radi, deri këtu. Votoni Radi Marketing, votoni Gjuli Radi, për një sipërmarrje me brand, marketing dhe të ardhurat të larta, për një shtet që beson dhe shpërblen, Për një shtet që beson dhe shpërblen sipërmarrjen.